për të mdhanë njerëzore dhe materiale për duke të mbushin standardet e cilësisë edhe rregulla e përgjej armaturën e edhe objektin e vetë të përgjojnë edhe rrethin edhe krejt ato me pasoja pa parashikume. Zyrtarët e komunës së Prishtinës mbikëqyrën në përpikrim ndërtimin e objekteve publike siç janë shkollat, ndërkaq ato private i vetëm në rast të përmbushin kriteret e caktuara, ata japin leje për përdorim. Zëdhënësi Muhamet Gashi thotë se mbi 90% të rasteve investitorët respektojnë lejet përkatëse të banorëve. Sistematikisht